Tash me që jemi amater në këtë fushë dhe jo të gjithë e njohim mirë se si duket një nishan normal dhe se si duket kur ndryshon. Çfarë duhet ta zëm ne si qytetarë qeshtë, si duhet i vetë egzaminojmë ose t'i dallojmë ndryshimet e nishaneve aktual? Po, unë e gjithë një flasë pacientave që të vetë egzaminohen. Që do thotë kjo? Do më thonë e fotografojnë këmbën, dorën, trupin, shpinën, shputat, thonjët, sepse ato janë vende që nuk kontrollohen, do më thonë nuk i shef edhe nuk vrejen ndryshime, si dhe në pjeset intime. E fotografon edhe nëse e ka dikush nga familjarët, ka pas, do më thonë ka anamnezë pozitive familjarë për melanom, çdo 3 muaj e egzaminon veten. Edhe e shef në foto që ka pas, edhe shef a ka ndonjë ndryshim, apo ka ndonjë nishan i ri apo lezion i ri që po shfaqet. Për ata që nuk kanë familjare, është mirë 1-6 muaj. Me bo foto. Po, do më thonë e krahasojnë me foton paraprake. Edhe këta mund të bojnë me secilin antar të familjes. Do më thonë ata bojnë një file të tyre, edhe shofim diçka një ndryshim, shkojnë të dermatologu dhe thotë ka qenë kështu, po e shof një ndryshim t'il, ose është shfaq një ndryshim i ri, atyre dermatologu e egzaminon edhe jep diagnozen, do më thonë a kemi të bëjmë me diçka të parezikshëm, apo diçka që duhet të trajtohet.